Faleminderit zoti Alizoti, edhim në votim të hapur me kartona kërkesë debat publik në parlament mbi prioritetet e shpallura të qeverisë në programin politik të saj si dhe ndryrën e krimit të organizuar në jetën publike të vendit. Kush është pro? Pro? Kundër? Abstenim? Kërkesa nuk miratohet. 73 janë kundër. Në rendin e ditës të datës 30/9/2025, konferencës kryetarëve u shqyrtua edhe kërkesa për mocion me debat të finalizuar me rezolut në lidhje me njohjen e genocidit serb në Kosovë dhe obligimet përkatëse të qeverisë së Shqipërisë e propozuar nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike. Në konferencën e kryetarëve nuk u arrit mirëkuptimi për shqyrtimin e kërkesës. Në bazë të nenit 98.2 e rregullores kuvendit, i kërkoi kuvendit të vendosë me votim të hapur për zhvillimin e mocionit për debat, pasi të dëgjojmë një folës pro dhe një folës kundër për jo më shumë se 10 minuta. Kush e do fjalën për mendimin kundër? Zoti Balla?